Pse po e miraton kuvendis e njëjta pyetje këtë rezolutët, cilat janë argumentat dhe a jemi në një vend i sulmuar nga Irani, se duke patur parasysh sulmet kibernetike që zoti Azergjiu thotë që nuk është e vërtetuar, thotë. Nuk është vërtetuar. Po. Atëherë, s'paku kemi mundësi me Olsin mirë se erdhe në studio, se më duke ndonjëherë si është atmosfera shurdhër, kur bëje monolog se duhej të respektohesh. Po, megjithatë, edhe sot ishe i pamshirshëm në ligjërimin tënd, në disa pika, por po mundohem që unë të flas si njeri i cili e shen një moment të rënd Iranin, por edhe më të rënd popullatën e Iranit para se të ndodhte lufta. Do të thënë, unë e kam përjetuar diktaturën edhe e kam përjetuar njeriu iranian. Respekt për gjitha ato që kam pa dhe për një histori tyre. Por, unë kam jetu në një regjim i cili e ka pas një diktator edhe që ka qenë i pamshirshëm, ai ka qenë Milošević. Ti ndoshta e ke përjetuar Enver Hoxhën, por ja ke përjetu fundin ti. Por ajo që ka ndodhur në Iran, unë mendoj që të gjithë ne realisht do duhet të denonim gardën revolucionare. Dhe garda revolucionare e cila vret 30.000 njerëz, 25, 20... është fake news. Sa do që a i ka vra 10, 20. Po nuk është Izraeli garda revolucionare që të vrasë shumë njerëz? Mirë. Izraeli vreta shumë njerëz. Okej. E kam thënë që mendoj për Izraelin edhe për Gazën, nuk kam... Izraeli kryen kështu vrasjesh, jo Irani. Pse duhet në këtë moment që realisht të denojmë me një rezolut gardën revolucionare? Po pse gardën dhe jo IDF-in Izraelit, që vrau 100.000 njerëz? A do marim qëndrim moral? Hajde i shpallim edhe Izraelin shtetë. Jo, të ndalim pak me të koncepti intelektual i gjenishit edhe koncepti shtetënor për cilën ai nuk foli. Po flasim për propagandën tënde, për ndjenjen intelektuale, por i pamshirshëm je në pjesën tjetër, se qa është shtetënore kur ti nuk e prek fare. Me qenë se po flasim për një shtetë vogël çfarë është Shqipëria, e vetmja mundësi për në qenë pjesë e një aleance, pa syzet një aleancë me Izrael, me Iranin në këtë moment është e pakuptim. Na mund të themi që vuajnë popullata dhe si intelektual mund të themi është gjë e keqe bombardimi. Por, si varianti shtetënor i veprimit, unë nuk mund të them që është gjë e keqe. Është geopolitik, është interes amerikan, është një përplasje e civilizimit dhe një përplasje për të krijuar rendin e ri botnor. Nëse na i konstatojmë këtu sene, pjesa intelektuale bjen, nuk ka kuptim më. Ajo është vetëm një pjesa intelektuale do na kërkonte që mos ishim me kriminalët zionistë që kryejnë gjenocid. Mirë, të flasim. Do më thënë, ne duhet shohim këtu interesin kombëtar të shqiptarëve. A mundem të përfundoj me një fjali këtë pjesën e Izraelit? Pa tjetër. Do më thënë, me një fjali, e kam thënë në këtë studio, e kam thënë në studio tjera, në asnjë moment, kur në jetë nuk mund të përkrohu një atë që ka bo Izraelin e Gaza. Sot e 1000 vjetë. Pra sy se këmë përjetur... Që të konkludojmë që do të bisedojmë këtu po... Lëkurën tim. Dhe mbyllim muhabet. E mbyllim të bisedë dhe ndërkohë kemi këtë moment, Baton. Ne duhet ta bëjmë këtë rezoluta apo jo? Ja, për këtë desha me thënë. Po pra. Se duhet bërë rezoluta? Fuqia jonë është moralin në këtë moment. Nuk u fuqi e cila realisht përcakton se fatin e Iranit. Larga saj. Dhe gjithmonë risku është i madh. Por në këtë moment kur Amerika realisht
dhe gjithë shtetet e Bashkimit Evropian e kanë shpallë gardën revolucionare si terroriste, sponsorizuesit e terrorizmit janë shtese jonet për cilën unë kam rezervet e mia për arsye se kanë të bëjnë me shtetin. Garda revolucionare mund të jetë gardë një grupi që udhëheq në këtë moment, por shenja e shtetit do mbetet shumë gjatë si dokument shtetënor i Shqipërisë. Pra, kjo Sot do thoja që garda revolucionare do të shpallet terroriste. Sot, në njerë. Asë njerë nuk do thoja... Po i shteti. Shteti. Pra arsye se garda revolucionare... Garda revolucionare e shtetit anë i gjithë mos... Jo, së është. Është shtëpia shtetërore e Iranit. Mos i bie makina se... Shteti është problem. Koncept shumë i gjerë. Së është problem, është... Mendoj... Mend të ylli 94-ën që kur ndodhi sulmi në Peshkëpi. Që Berisha e kërkoi OKB-s ta shpallte greqisht terrorist. Kështu që edhe është përdorur kjo si terminologji, por kjo është çështje Jo, si terminologji përdoret, po. Se kemi kërkuar edhe na... Jo, me qenë se tha Ermiri që... Jo, në më thënë dokumenta ndërkombëtare, jo mentore. Dokumenta ndërkombëtare, ti s'mund ta shpallësh një shtet terrorist. A mund të përgjigjem Ne kemi kërkuar në fjalorin intelektual edhe në diskurs që Miloševićin dhe shtetin serb me shpall shtet genocidal dhe terrorist. Nuk kemi arrit asnjëherë. Ne nuk shpallëm Serbin. Po jo, po nuk kemi arrit asnjëherë. Refuzum njohjen e genocidit. Je, po s'mundet. Serb, jo, atë mund ta bësh. Njohjen e genocidit serb Kosovë nuk ka asgjë. Jo, na mundemi ta shpallim shtet genocidal. A pranojnë ndërkombëtarët? Jo, shtet jo, se kisha të shtetit. Ky, domethënë, fal se ndërproja fjalën zoti Axhiu. Domethënë, ka ngarkesa tjera qëndrimi i Ramos, jo thjesht që lidhen direkt dhe vetëm me këtë çështje, po edhe qëndrimi i tij, domethënë, standardet dy fishta. Ne për shembull kemi qenë shumë herë më të interesuar dhe më të prekur, jemi prek direkt nga lufta e Kosovës, është pjesa jonë. Ka shumë rezultate, kjo është mitologjia. Më fal. Mua nuk ka shijuar fare, domethënë, më ka shijuar shumë keq. Refuzimi që i bëri kryeministri propozimit për njohjen e genocidit serb Kosovës. Ka shumë rezultat, Nuk mundesh me bota. Njohjen e genocidit? Nuk mundesh. E bën gjithë bota. Jo, nuk mundesh ta bësh. Pse? Për arsye se do të shpallet një shtet që ka bërë genocid zyrtarisht. Zyrtarisht nuk kemi një gjë të tillë. Na në Kosovë themi se ky Serbia ka bërë genocid. Atëherë bota njeh genocidin serb në Bosnjë. Po. Po e njëjti shtet është. Po e njëjta Serbi është. Në Srebrenicë po. A dim se është konstatim ndërkombëtar. Po edhe ky është. Te Kosova nuk ka pas konstatim ndërkombëtar. Si nuk, ti okay, le konstatim. Ju vetë çfarë mendoni sepse jeni shumë i lidhur. Genocid. Kaq. Po. Çfarë do të penalizonte shtetin shqiptar po them? E tash. Përkundrazi, mund t'i jepte shumë ndihmë, sidomos momentin që janë liderat e UÇK-s në Hag. Mund t'i jepte shumë. Ermir, ka shumë rezoluta, por rezolutat janë zhvlerësuara shumë. Ka shumë rezoluta që dënojnë Serbinë. Që nga 99 e këtej. Patjetër, po është tjetër gjë më o. Jo, ka 10 që dënojnë genocidin. Mentor, ngel në historia e genocidit nuk është një lloj. Edhe të Srebrenicës, edhe të në Kosovë. Ja. Dhe nuk ka në Kosovë. Shqipëria ka. Nuk ka fare rezolut, më vjen keq. Nuk ka rezolut që dënon genocidin Serb-Kosovë. Nuk e dënon Serbinë si shtet. Por nuk është problemi ta dënosh, ta njohësh më. Nuk ka nevojë fare të dënosh Serbia si gjë. Të njohësh genocidin Serb-Kosovë. Që ta verifikoj, ka rezolutas. Mos bëj. Po mentor, po pse prekemi kaq shumë ne për një rezolut që po na shpall gardën republikane që s'na intereso fare Irani, për hir vërtetës, është vetëm qendrim politik, fal, vetëm qendrim politik, ndërkohë që Kosova pjesë e jonë më burri dhe. Është diplomatik. Po Kosova Ne kemi iranian këtu. Jo, më Iran nuk e kanë problemat. Ne kemi iranian këtu. Nuk e kanë problemat. Janë pjesë. O baton, nuk e kanë problemat pjesën më dha fare. Shpallë gardën. Po. Nuk kam asnjë problem. Shtetin jo, jam me ty. Shtetin, kujdes. Sepse shteti nuk është sot, ka vazhdimsi shteti, ka dhe histori shteti. Po mu më vret kjo pjesë. Pse nuk përdorit njëjtin standard për shpirtin tënd vëlla, për gjakun tënd, për shqiptar? Ka shumë rezoluta, do t'i numëroj një nga një. Edhe pse Rama e tha një gjë. Fjalinë e fundit. Rama e tha një gjë. Unë tha, nuk mund ta quaj shtet islamik se për islamin kam tjetër respekt, a je boni distancimi. Sigurisht. Dhe tha, shtetin homeinist të Iranit. Dhe deri diku ishe korrekt. Ja, te kjo pik ishte shumë korrekt. Kurse sa i përket, gardës republikane s'kam pik dyshimi.